Drejtori ekzekutiv I Serbia Gaz, Dušan Bajatović, tha se Serbia nuk do të mbetet pa furnizime me gaz pasi qeveria ka siguruar rezerva të mjaftueshme. Ai shtoi se është rënë dakord me kompaninë ruse Gazprom për furnizime prej 10 milion metra kub gaz në ditë nëpërmjet tubacionit Balkan Stream deri në fund të marsit. Është mirë që pagesa duhet të bëhet brenda një muaji. Ne kemi blerë dhe paguar tashmë 6 milion në ditë nga MVM e Hungarisë. Kemi 1.1 milion nga Azerbajxhani dhe mund të mbështetemi në 2.5 milion metra kub gaz nga Banatski Dvor dhe 3 milion të tjera nga Hungaria. Në total shifra arrin në 22.6 milion metra kub gaz në ditë, tha Bajatović. Sipas tij sasia është më se mjaftueshme pasi historikisht konsumi ditor I gazit në Serbi kishte arritur kulmin në 17 milion metra kub dhe se vendi do të kishte një tepëricë gazi natyror. E bëjmë këtë me qëllim thjesht sepse kemi siguruar të gjitha kapacitetet e kërkuara. Ky ishte problemi më I madh dhe kjo është arsyeja pse negociatat kanë zgjatur kaq shumë, tha ai, duke shtuar se Serbia do të rrisë rezervat e saj të gazit deri në fund të sezonit të ngrohjes. Duke vënë duke se vendi kishte siguruar furnizime të mjaftueshme me gaz deri në vjeshtën e ardhshme, Bajatović tha se besonte se një marrëveshje gazi me Rusin do të zgjatej. Ne gjithashtu kemi disa rezerva gazi nga Azerbajxhani, Greqia, kështu që Serbia nuk mund të mbetet pa gaz. Pra është një çështje çmimi. Prandaj ky është një lajm I mirë për industrinë. Në bashkëpunim me qeverinë, Serbia Gaz ka siguruar sasi më shumë se të mjaftueshme gazi, përfundoi Bajatović.